Tre viktima dhe një plagosur ishte bilanci një aksidenti rrugor të ndodhur orët e para të mëngjesit të kësaj tente në aksin Gjirokastër te Pelen. Festa e 4 të rinjve u kthye në tragjedi këtë fillim viti pas një përplasje fatale me makina në vendin e quajtur bypass. Viktimat janë Klejdi Myftari 24 vjeç, Angelo Ruçi 28 vjeç dhe Martin Dulaj 26 vjeç, ndërsa u transportuan në gjendje të rëndë drejt spitalit të traumës Arsida Demiri 20 vjeçe. Të rinjt kishin dalë për të festuar ku Klejdi Myftari ishte bashkë me Angelo Ruçin duke lëvizur me një makinë tip Volkswagen, ndërsa viktima tjetër Martin Dulaj ndodhej në makinën tip Benz me 20 vjeçaren. Goditja mes mjeteve ishte të jetë e fortë, pasi siç edhe shihet, të dyja makinat pothuajse u shkatëruan. Dy shoferët bashkë me pasagjerin Angelo Ruçi ndëruan jetë në vendngjarje. Aksidenti ndodhi rreth orës 3:20 minuta, ndërsa shkak paraprak dyshohet se u bë shpejtësia e lartë dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor. Lidhur me rastin po vijojnë hetimet, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes që përfundoi me një bilans tragjik.